Gjeneta Fetahu, finaliste që rrëmbeu zemrat e publikut në shtëpinë të famshëm në Kosovë dhe u rendit e dyta ka bërë një ndryshim të papritur në pamje dhe fancat nuk e kanë lënë pa komentuar. Ajo i është rikthyer nuancave të kuqe në flok, një stil që ka karakterizuar në një nga periudhat më të komentuara brenda shtëpisë, saktësisht kur gjesti fliste për një propozim martese ndaj saj. Dhe nëse keni qenë ndjekës të rregullt të spektaklit, e dini mirë se ky look nuk është as pak rastësor. Ky ndryshim vjen vetëm pak orë pas dasmës brenda shtëpisë mes Gjestit dhe Eglit dhe shumë prej ndjekësve kanë parë këtë si një mesazh të koduar nga Gjeneta. Me një postim të shkurtër për mjaft të qartë ajo shkruan: "Një Xhenki e ka bën nona." Një fjali që tingëllon si një deklaratë vetbesimi, unike dhe pak krahasueshme me askënd tjetër. Por nuk mbaron këtu. Vëzhguesit më të kujdesshëm të shtëpisë më të famshme në Kosovë kanë vënë re se Egli ka thënë Gjestit brenda shtëpisë po mendon të lyejë flokët me të kuqe. Rastësi, fansat sa njoh sepse për ta, ky stil ka një vultë pa diskutueshme. Gjeneta Fetahu.